Aksidentet në komunikacion janë bërë realitet i përditshëm në Kosovë. Çdo javë raportohet për përplasje, të lënduar dhe fatkeqësisht humbje jete. Vetëm gjatë këtij viti, pra vitit 2025, janë shkaktuar 101 vdekje në komunikacion. Në Kosovë, numri i aksidenteve në komunikacion mbetet i lartë. Shpejtësia mbi limit, mos respektimi i rregullave, drejtimi i automjetit pa kujdes dhe infrastruktura jo e sigurt. Këto aksidente prekin familje të tëra, rrisin kostot shtetërore dhe krijojnë pasiguri në rrugë. Çdo aksident nuk është vetëm statistik, është një jetë e rrezikuar. Ndërkohë, vende si Suedia dhe Holanda kanë një nga nivelet më të ulta të aksidenteve në Evropë. Në qytete si Stockholmi dhe Amsterdami, siguria rrugore është prioritet kombëtar. Atje ligji zbatohet rreptësisht. Infrastruktura është e menduar për siguri. Këmsor, bicikleta dhe vetura ndahen qartë. Shpejtësia kontrollohet me teknologji dhe në këto vende edukimi rrugor fillon herët. Respekti për rregullat është pjesë e kulturës. Ndëshkimet janë të menjëhershme dhe askush nuk është mbi ligjin. Kosova nuk ka mungesë rregullash, ka mungesë zbatimi, mungesë edukimi rrugor dhe mungesë planifikimi për sigurinë. Siguria në rrugë nuk është rastësi, është rezultat i politikave të duhura. Pyetja është e thjeshtë: a do të vazhdojmë të pranojmë aksidentet si normalitet, apo do të ndërtojmë rrugë më të sigurta për të gjithë?